e mia më të mëdhaja që kam qenë suportuesi i saj që në fillimet e saja. Case Cosmetics. Dhe po thoja, shkoni sa bukur e kam bërë njëre. Ju duhet vini thjesht të bëni foto këtu njëherë për shefin tuaj, për feedin tuaj, ka bërë fantastik. Po këtu janë dhe parfumet e Casey, kjo është koleksioni i plot. Po kjo është dhe i riu me Kidën. Tani, ju them të vërtetën, kjo është i preferuar im dhe e kam. Dhe ku është? Jo, kjo. Pra, është këtu, është me të mdafil të egrë, I love it. Unë e kombinoj këtë këtu me Black Sativën, dhe shikoni tani që ta bëj para i kush. Kujti përshet të erat të mdafilit, kjo është perfekti, dhe Black Sativa që mban erë Black Sativa. I love it. My favorite combo, ja du të tregoj dhe produktet Case Cosmetics. Dhe kjo është durata ime, po përse du të tregoj këto këtu tani. Të dini që shumicat i kam, i kam që në epokë Style Star, pra kam këto këtu, kam këto këtu, nuk e di çfarë është kjo këtu. Kam plot produkte faktikisht, kisha dhe të ferma. Po të tregoja që ai është perfekt. Ushimi dhe një vitri që mban djetë. Hej, jam dhe Frida këtu. Kalova totalisht rastësisht dhe po e shikoj nga afër gjithë. Hello. Po shikoj gjithë linjën e saj që kam parë jo të Ronela, jo të njëri, jo të tjetri. Dhe erdha ta shikoj dhe nga afër. Ky është vendi. Dhe i gjeni këtu tek Beauty Fair. Ciao. Dhe jo, kur erdha tek Duna, më keni parë se zakonisht shera ime e tretë që e vizitoj, ka marrë këtë këtu, që është stress support, më ka bërë punë 100%, kjo pihet në një gotë me ujë, hidhe pika. Por, kësaj radhe, do të provoja Duna Collagen edhe Hydracel Probiotic, pra sërish nga Duna. Ju mund t'i gjeni në Instagram, por do ju tregoj dhe pse i morë. Dhe kur them Relevant Beauty e kam fjalën për Pharma Wear. Atëherë, këtu ka qenë produkti që unë vjetë kam përdorur dhe e kam marrë. Është vitamin C me hyaluronik, është kjo këtu, si e shikoni. Dhe në të vërtet ndjera i kënaqur duke qenë se ishte tepër efektiv për lëkurën dhe për heqjen e njollave. Çdo njeri gotë që njoft kanë preferuarat e tyre. As I know. Pas ka gjithë këto paketimet Fenty. E që parë që isha hapur të Minixi, por është një produkt e elf. Këto janë nga produktet elf më të përdora. Faktu që këtu që është primary, që ka dalë deri në mallësi gjigande. Dhe produktet që gjithë gocat